Vitin 2008 i kena pas 211 nxënësa, tash janë 60-70 nxënësa, s'ka më shumë, por në fund kanë më kthyer qëto. Dhe të shkoj kada. Çto? Këto njëra të varrezat e fshatit, kanë lënë këtë vend edhe kanë hecë. Ka për shkojnë? 5 vjet që për ma tepër ka, që na ka pruna ka shtirë rjetin e ujësjelësit, edhe kur ujë s'kena pa. Që ku është... Po keni probleme uja? Pa po, që shese, është ujë i papishëm. I papishëm është, po. Edhe mushin ujë. Përshëndetje për krejt, jena në fshatin Smirt Vitis, edhe jena zatet me një person që për nxënësat është shumë i dashur. Besoj që po. Besoj që po. Apo na prezantohesh mas pari? Unë jam Ali Aliu. Apo na tregom paciale me çka je marti, me çka po mirësh? Unë mirëna me transport, punoj me transport nxënësa për fshatit Smir, për Viti, edhe për fshatit Goshice kemi linë për Viti. Për Viti. Po. Dhe me thonë, nxënësat kur të kryjnë shkollën me nëzispresin, mu zatet me ty, ja? Po, besoj që po, janë nxënësat e mirë, është punë e mirë me punu me nxënësa, po tash është problemi që janë zvoglu numri tëne, është mo qaq numri i vogël, sa që është keq me thonë që vitin 2008 i kena pas 211 nxënësa, dërsa tash janë 60-70 nxënësa, s'ka më shumë, Smira, fshati Smir. 211 i ke bajtja? I kom bajt 211 nxënësa vitin 2008. Për Viti? Për Viti. Tash janë 60-70 maksimumi për Smir. Dhe të mundë me morë më menë, shemë sa karo numri nxënësa. 4 herë karo. Sa karo numri nxënësa është merë. Është merë, nuk e di, e kanë morë 3 njerëz për shkojnë për jashna, shkojnë, por në fund kanë më këthyju qëto. Dhe të shkojnë kada. Qëto? Ku jena qëto? Këto jena të varrezat e fshatit, edhe... A pet po lypin qëto mi pru tani, a? A pet lypin këto mi pru mas mrami se në shkojnë ka do në botë, në fund kanë marrë këto. A pet qëto po lypin? Pse po lypin i këthy këto? Kur po shkojnë atë që e... Pse dhe huj është gjithëherë i huj, nuk i pranon që ku në trupin e njerët të instaliohet diçka i huj, që trupi se dalë, që ashtu edhe dhe huj nuk i pranon njerës të huj, të ka brana nuk i pranon. Të ka brana si pranon. A ke provu ti na herë grubetin? Kur se kum provu, asë kum dash me provu, babën e kum pas 30 vjetë në Austrika, për nuk, asë më shëtit që kum shku se nuk kum pas dëshirë me shku të Shqip. U mërzit që për babën? Shumë. Me qka u mirë baba? Ka punu për jashtë, ka shku në Gërbet, ka punu për neve, ka punu. Për juve? Po. Për që ditë sëtit, ma mirë më këtë venë. Apo na kallëzëm pak që 18 vjetë, që janë njëse kësaj pune? Ka erdhë ideja me janisë me nxënësa, me kombi, me... Këtë punë me përnej transport e kum pas në Vatiku, po kum punu me kjertë vogër, si taksi, kum punu me kamjan, si transportus, me shlepjere, me kamjan zallit, në fond, në shëndeti së më kanë gubëll, edhe kum hyp në autobus. Shkoku i kryqev, nuk kum kanë më kryqet, se u dashke me shë rapshë ku zallit shumë, dhe senet edhe, u të rova me hyp në autobus. Edhe në autobus, në zonë. Në autobus vetë hypi njerëz, vetë dalin në pangarkit. Po, te veç për rëndi prit. Po, veç për priti. Qysh për shkon kjo për puna, ecën pak të poshtë të me mujore, a? Kjo punë është me mujore, për nxënësa, për udhëtar është me çmim ditor, dhe sot është punë, nuk është edhe letë, po nuk është edhe ranë. është mirë që me punu me njerëz të ri, njeri ka dhe knasi me punu me ta, se janë njerëz që janë pa t'jallëzum, janë njerëz shumë të mirë, nxënësat janë të mirë, gjithë pa vrejtë pa asnjë. Kështu që unë e punoj këtë punë me shumë dëshirë. Apo na kallëzon pak për Smirën. Po, fshati Smirë është në ushtrijet në anën Morav, kilometrin e 5, vërtet kilometrin, ka 5 kilometra pi komunës Vitis, për Viti Gërliz dhe thëtë rruga, i ka dikon 800 shpi, duhet të jenë 800 shpi, me siguri jam i bindur që 400 i ka të pas një njeri heq,
400 e kanë lënë, E kanë lënë këtë vend edhe kanë hecë. Ka për shkojnë? Shkojnë Perëndim, shkojnë ka jam shesyri, ata shkojnë. Po verës është mirë që kthehen, shumica kthehen, verës edhe ndaj bojnë një atmosferë të mirë shumë. Qarë së dusha? Ka gurbetçar verës vinë shumë, na gëzojnë pa mos shtu. A ki në gurbet eq? Po, unë kam djemë të vëllazën, i kam gurbet, 3 janë, edhe një qikë vëllazë të jam. Tjeri jo? Jo, tjeri jo. Ma mirë, që të pani Po, mësim. mirë, këtu na punojmë, këtu pani nuk kemi keq, edhe punojmë, gjallënojmë, jesim gjallë edhe këtu, njëjtë. Apo ma kallëzon në rast se ti tash me nëzonsa për ditë, nëzonsa t'janë kejtë befasia, Po. çka si ndodhë. Po. Apo na kallëzon në rast me na i nëzons, na i sen që e ke kalu na i dit, na i kush. Po tash, Bjen me ndi shka. na e nërmi 2-3 vend, na e nërmi autobusin e tash, kur vjetë nëzonsi, qaq harron që duhet me shtryi për në vendin e vetë, edhe në telefon të këshyrë, veç kur vjen të vendin e fundit, thot, ku pse më prunet e i këto. Qasi, ka dhe njerëz të tillë, po, shka me bo tash, këto janë, që ndodhe këtë sene, gati për ditë. Pa cjale ti doli sot me hec, a? Po, dole veç për qef me hecë. Moti mirë. Po, ti mirë kësa. Qysh pe kalon i dit, apo na kallëzon? Pa, zakonisht unë në ora 7 nisna për vitin, i kam një 2 tura për vitin, 2 vija, edhe prej të jetëve te ora 11 jam i ri, edhe qëtë ku shfrytëzoj me hecë për çdo ditë. Çdo ditë po Çdo dalë ditë me dalë hec, heci këtë ku, pse puna shoferit është punë e keqe se të venaj të ullet, nuk i punë ngarkesë fizike, edhe kam qef me dalë me hecë. Për shkak të thos, pak kom peshëm. Mirë ja bën. Na i gjo me bujtësi me diçka? Jo, nuk mirë me bujësi. Asnjë për vllazni, me 4 vllazni, nuk mirë me bujësi asnjë. Veç me vollon, a? Unë për vetë me vollon, ata tjerë kanë torna qera, shemë dhe... Ja ki po ajrin vollonit? Po, mirë farmjesht, nuk është keq, i shef mirë me të, shemë dhe ku më marru shpi, nuk është keq. Me gjithë se me kredia me sena. Si ketë Kosova? Si ketë Kosova, po. Po, ja pak. Tash nuk mund, për momenti, po tash unë i kam 60 vjetë, për 60 vjetë njëri duhet me më rindi, shka. 60 i bona, Po, 60. në smirë që tu. Pa, veç smirë. Ata ka morë menja në herë me lëshu, me dalë vitia në verizaja. Ja, kur. Edhe kur lufte, nuk i kemi lëshu këtë dhenë, lejë më masani. Ku lufte, apo na kallëzon pak për kohën e luftës. Keni najt këtu në fshata, jo malin Karadokin këtu nga. Po, lufte, akon këtu, të mërë akon, po, tash njerës, i harrojnë atë sena, vëdet. Kanë ardhë më qitë për shpija, kanë ardhë më demolu atë dyrë, se këshin kini më shef, dyrë dhëma, kini më shefën arme, sen, po na nuk kemi qupi për shpijës. është, ma mirë është mos me hinë ato në hësës, ku e keqe. Ku e keqe, po thua. Që ato dy na i përmene diçka. Po, është mirë mi fokusu ato atje, që 5 vjetë kryetari i komunës, 5 vjetë që po dhe ma tepër ka, që na i ka, prunë na i ka shtirë rjetën e ujësjelësit, edhe kur ujë s'kena pa. Që ku është shpia, që ku është, kjo është rezervari i ujit, kur s'ka ardhë ujit e këto. Deri kur dhe të gjatë kërë nuk e di, po inshallah vjen ndikush. Apo keni probleme uja? Pa po, që shese, është uj i papishëm. I papishëm është to? Po bleni, ja? Shumica blenë, shumica shkojnë edhe në Libisht, është një varven, një barborini. Po, me siguri e keni po. Atje shkojnë edhe mushin uj, kështu që ma shumë për Libishtës bojnë uj. Se nuk është i papërdashëm uj i katon, është i papërdashëm. Spijet, i trasha, i ranë. Po, si që, une për vete e kam një farë filtrusi, e kom pas blimë, pa një 12 vjetë, një mjera. Po, këtë është aja, se aja pja hupë më do këtë dhe shijën, pja hupë ujit, ujë për natyrës është pa i mirë. Atësjalena të falenderojmë shumë, shpresojmë që kalon sa ma mirë, edhe numrin zonë sa vritët, edhe vjen vera që ta shë gjallnohet pak të venit. Kthejen gurbetçartë, punojnë këto, fitojnë këto, investojnë këto, se veni huj do t'jeti huj gjithherë. Falenderit.